Te dyja janë mirë. Te dyja janë mirë. Opozita e din që nuk ka gjas me dal me vota ma mirë. Qysh po e din që e din opozita ashtu? Qysh po e din që e din opozita që është? Po e din ajo, se qysh? Qashtu. Shumë domon është kjo është e pastër si luti. Po jo, mos çush është e pastër si luti. Çe po ta tregoj që është e pastër, sepse mendon shkurt ju vazhdimisht keni thonë që ky më kurrë do të jetë kryeminist, kurrë do të ketë 51%, kurrë nuk do të rritet, kurrë nuk do të bën kështu, ai bë 51%. Dhe qëllimi i opozitës është që në rast se shkohet në një farë zgjedhje, unë e thash edhe në disa në prononcimet mia, të bëhet një farë V plani që do të jetë vjosa bashkë me këto grupin opozitor, edhe me pas mundësi me dole pora, po me gjas krejt me u bo bashk. Po vjen shpreja të fjollë që i Glauku që ka thonë, po dion gjithë edhe... Kështu pa të fillu dhe Isa Mustafa në kohë, kështu pa të fillu dhe Isa Mustafa në kohë me Durgje pa fitoj Prishtinën, por rahën konkres. I humbi zgjedhjet me një diferencë shumë madhe. Kjo arroganca kushton shumë. Rondet e para. Ja, unë vazhdoj me të mos. Alvin Kurti nuk është Isa Mustafa. Sikur të ishte Isa Mustafa do të ishte nisë, paktën ai punë të mirë kish bërë për vendin. Po Kosova, se ju për vota këto e keni qitë që 3 herë të porën. Që 3 herë, çka po fiton Kosova? Çka po fiton qytetari? A e kish tash noftin Marina më shtoj?